Pse nuk e ke? Pse nuk e ke pyet? Po ti duhesh me pyet, me ditë ka ardhur gruri. A na vjen zejtini nesër? Një dosje e klasifikuar si sekret shtetëror nuk po trajtohej në zyrat e shtetit, me procedura zyrtare dhe me linja të sigurta komunikimi. Për muaj të tërë, ajo po diskutohej në WhatsApp. Komunikimet e siguruara nga telefoni i ish-ministrës së tregtisë Rozeta Hajdari zbulojnë biseda të shpeshta të saj me sekserin Ridvan Muharremi dhe dy zyrtarët e ministrisë, Irfan Lipovicën e Hafiz Garën, për procesin e blerjes së rezervave shtetërore. Dosja ishte klasifikuar si sekret shtetëror me vendim të qeverisë së Kosovës në një mbledhje të zhvilluar në shkurt të vitit 2022, por komunikimet tregojnë se sekreti i shtetit kryhej në platformën WhatsApp mes 4 personave që sipas dosjes së prokurorisë speciale nuk posedonin as certifikata sigurie. Bisedat e plota, të cilat i ka siguruar paparazzi, ishin zhvilluar mes muajve mars dhe qershor të vitit 2022. Kjo është hera parë që zbulohet në detaje se si Ridvan Muharremi, një sipërmarrës i afërt me pushtetin në lëvizjes vetvendosje dhe me kryeministrin Albin Kurti, ka luajtur rol kyç në skandalin e rezervave shtetërore. Komunikimet dëshmojnë se pronari i restorantit Buke Zemër në Prishtinë nuk ishte thjesht një sekser periferik. Ai ka koordinuar tërë procesin, ka kontaktuar operatorët ekonomik, është marrë edhe me detajet e transportit dhe deponimit të rezervës shtetërore. Vendodhja e rezervës shtetërore sipas legjislacionit në fuqi konsiderohet informacion i ndjeshëm dhe i mbrojtur me ligjin e rezervave shtetërore, pavarësisht klasifikimit formal si sekret shtetëror. Ridvan Muharremi e shkelte këtë ligj në komunikim të drejt për drejt me ish-ministrën dhe zyrtarët e tjerë, dëshmojnë bisedat e zhvilluara mes tyre në WhatsApp. Ai e siguroi personalisht vendin ku do të ruaj gruri i rezervave shtetërore. Hafiz, për me lënë mallin, e kom siguru një vend për 200 kamiona edhe i ka 20 kamiona të rezervuar për ne, okay? Mos e harro, është njeri i besueshëm, i thot sekseri Muharremi, drejtori të departamentit të rezervave shtetërore, Hafiz Garës. Është ky mulliret apo transportues, ja kthen Gara në komunikimin që zhvilloi në grupin e përbashkët. Mulli edhe ka kamiona që i siguron Ridi Garën për vendin e deponimit të rezervave shtetërore. Ish-ministri Hajdari, jo që nuk brengosej për sekretin shtetëror, që po kryej në WhatsApp, por komunikimet tregojnë se ajo nuk ishte në dieni, as se kush ishin kompanit me të cilat ishte marrë vesh i besuari i saj, Ridvan Muharremi. Muharremi i kishte bindur ish-ministrën e tregtisë dhe zyrtarët e kësaj ministrie që për 10.000 ton grur të kontaktojë një kompani turke që operon në sektorin e ndërtimit dhe turizmit. Me çka merret firma e Hamza Yaltaj, pyet ajo në grupin WhatsApp duke kërkuar sqarime për profilin e kompanisë turke. Turizëm dhe ndërtim, përgjigjet Gara, drejtori i departamentit përgjegjës për rezervat shtetërore. Jo mirë, te kush e ke bler grurin, te cila firmë në Ukrainë? Pyet Hajdari. Se kam këtë firmë, i përgjigjet Gara. Pse nuk e ke? Pse nuk e ke pyet? Po ti duhesh me pyet, me ditë ka ardhur gruri. Konfrontohet ajo me zyrtarin e ministrisë. Nga 10.000 ton grur të porositura nga kompania turke, rreth 52.5 ton, nuk kishin ardhur kurrë, edhe pse pagesat ishin kryer nga Ministria e Tregtisë. Vaj dhe sheqerit të porositura me ndërmjetësimin e Ridvan Muharremit në Poloni nuk kishin bërritur kurrë. Gjatë bisedave në grupin privat në WhatsApp, sekseri Muharremi arsyetonte vonesat e kompanisë polake Xanto SP në sjelljen e produkteve për të cilat ishte paguar 270.000 euro nga Mint. Ana vjen zejtini nesër, e pyet sekretari i Mintit, Irfan Lipovica, Muharremin dhe pastaj korrigjohet. Vaj, Muharremi, i cili në këtë grup privat ishte emëruar me emrin Ridvan Gruri, i përgjigjet, sot do nis se ja kanë bërë letrat ka Serbia, dje o dasht mu nis, e sot ja kanë ndru vjen ka Macedonia. Për aferën e rezervave shtetërore, ish-ministri Hajdari dhe 3 të tjerët po përballen me akuzat të ngritura nga prokuroria speciale. Prokuroria i akuzon Hajdarin dhe 2 zyrtarët e Mintit se i kanë shkaktuar rreth 3 milion euro dëme buxhetit të shtetit me rastin e blerjes së mallit për rezervat shtetërore. Ata akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe zbulim të fshehtësisë. Paparazzi kishte raportuar vitin e kaluar për akuzën e ngritur ndaj tyre, por komunikimet e siguruara tani japin për herë të parë pamjen direkte të mënyrës se si zhvilloi procesi, jo në zyrat e shtetit, po një grup të WhatsAppit.